A lejohet namazi i vitrit me imsakun? Pyetje. Namazi i vitrit, këshilla ime është që të falet përpara imsakut. Je jashtë çdo debati për saktësinë e tij. Nëse vitrin e fal mas imsakut, ka një mendim të shumicës sa atyre që janë morë me takuimin, me kalendarin, që thot del pa namaz, vitri. Sepse si pas atyre ka hyrë koha sabahut. Imsak, do më thonë ka hyrë koha sabahut si pas atyre që kanë bërë kalendarin. Imsak, këne, në botën islame i thonë ezani i dytë. Është i njëjti kalendar 18.5 gradë, Mekë, kësaj që ne i themi imsak i thonë ezani i dytë. Për këtë arsye, këshilla ime është që jo, mos më fal vitrin mas imsakut. Po mirë, po sabahun, mund ta falin direkt mas imsakut, unë them jo. Këshilla ime është më e vonu. Sepse kështu i lejmë të gjitha debatet jashtë. Nëse dikush e fal sabahun me imsak, ka mendim që thot del pa namaz. Ka mendim, shumica thot del me namaz. Po më saktë është që rrezikon. Atëherë mas imsakut do të më prit 20 minuta minimalisht, pastaj me fal sabahun. Po mirë, po ky 20 minutë që tani çfarë mirë ka? E dyshim. Diçka e paqartë. Siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, halali është i qartë, harami është i paqartë dhe mes tyre ka gjëra të paqarta. Unë jam te kjo pjesë, kjo gjë për mua është e paqartë. Më mirë largoju. As mos e kalon kohën e syfyrit, edhe pse e mbyll 20 minuta përpara, le të themi, përpara sigurisë absolute, po të paktën nuk ke vezvese, nuk ke ngacmime që ndoshta se ka mbyll siç duhet. E mbyll aty. Ekstremi mund ta kish mbyll para kohë, po s'ka problem, mbyll para kohë. Sa sabahun vonon minimalisht 20 minuta, çfarë problemi ka nëse e vonon sabahun 20 minuta nga koha e vërtet, nëse do të ishte koha e vërtet imsaku? Kështu që për mendimin tim, imsaku aty të mbaroj gjithçka.